Një lajm i hidhur për botën e artit në SBA shuhet në moshën 80 vjeçare legjenda e muzikës country Dolly Parton. Dolly Parton u nda nga jeta në moshën 80 vjeçare dhe ceremonia e varrimit është kryer. Dolly Parton, një nga figurat më të njohura të muzikës country amerikane, ka ndruar jetë në moshën 80 vjeçare. Lajmi për vdekjen e këngëtares e kompozitares u bë i ditur nga nipi i saj Brian Seaver përmes një postimi në Instagram. Parton, e cila la pas një trashëgimi të jashtëzakonshme muzikore, shkroi qindra këngë, regjistroi 25 site që arritën vendin e parë në SBA, ndërsa 47 albumet të saj u renditën në 10 më të mirë të muzikës country. Dy prej këngëve më të famshme, Jolene dhe I Will Always Love You, thuhet se u shkruan brenda së njëjtës ditë. Kjo e fundit fitoi famë botërore dhe përmes interpretimit të Whitney Houston në filmin The Bodyguard. E lindur në një familje të varfër në Tennessee, Parton nisi të këndonte në kish që në moshën 13 vjeçare u paraqit në Grand Ole Opry. Pas përfundimit të shkollës mes u transferua në Nashville ku ndërtoi një karrierë që zgjati më shumë se 6 dekada. Përveç muzikës, Parton pati sukses edhe si aktore, fitoi 10 çmime Grammy. Ai u dallua gjithashtu për veprimtarinë filantropike, duke dhuruar më shumë se 150 milion libra për fëmijët dhe miliona dollar për projekte shëndetësore dhe arsimore. Në vitin 2020, Parton dhuroi $1 milion kërkime për Covidin që kontribuan për zhvillimin e vaksinës Moderna.